Sot, unë I kërkoj ndihmë komunitetit arbëresh në Sicili, në Kalabri, sepse vetëm ata mund të më ndihmojnë dhe të më mbështesin. Shteti shqiptar mua më ka braktisur, por shteti shqiptar ka braktisur edhe të gjithë shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, në Çamëri. Shteti shqiptar është uzurpuar nga klanet greke. Pra unë nuk kam siguri në Shqipëri dhe askush nga shqiptarët nuk ka siguri në Shqipëri. Ka 30 vjet që Shqipëria është bërë e pasigurt nga lufta civile e nxitur nga klanet greke. Zbulimet e mia kanë qenë kaq madhështore, kaq të papritura, saqë turbo-albanët janë bërë rreziku më I madh për shkencëtarët e vërtet. Zbulimi që do të tregoj tani tregon jo vetëm origjinën e shqipes, por mënyrën se si ka ndryshuar gjuha shqipe në shekuj. Nga gjuha arbëreshe. Bëhet fjalë për fjalën thrime, që është origjinali në arbërisht, dhe është në shumës, dhe nga shumësi I singularizuar ka dalë fjala thrime. Origjinali është në Sicili, edhe sot e kësaj dite arbëreshët thonë thrime. Kjo për arsyen se në ilirisht, në greqishten pontike është thryme, por me 2 m. Dhe në gjuhën e dialektit pontik, yja është bërë I në fillim të temës së fjalës. Kjo ka ndodhur aty nga shekulli I parë I erës sonë, deri në shekullin e 4, ky ndryshim. Dhe ky ndryshim është në gjuhën shqipe. Pra gjuha shqipe, jo vetëm që ka këtë variant, por ka dhe variantin fërime me f, që gjendet në gjuhën rumune, dhe ka dhe variantin me s, sërime, me një fsërime, fs, që është bërë në gjuhën arumune sarima dhe sërima. I thonë thrimes. Pra, në gjuhën arumune kjo ka dhënë fs dhe s nistore, në gjuhën shqipe, në gjuhën e buzukut ka dhënë f, ferime, në gjuhën rumune ka dhënë farima dhe ferima, dhe në gjuhën arbëreshe në origjinal është thrima. Pra, kjo që ka ndodhur është për te imagjinatës njerëzore. Sepse ky është emër asnjanës në gjuhën helene dhe në shumës është ta thryma, në shqip është thërimete. Pra, forma e tretë së shquar të greqishtes I është pra pavendosur emrit në shqip, po ashtu edhe në bullgarisht. Ka ndodhur një njëjti fenomen. Madje ky fenomen ka ndodhur dhe në serbisht. Pra gjuha shqipe ka ndikuar në të gjitha gjuhët e tjera. Arumune, gjuha serbe dhe gjuha bullgare janë ndikuar nga shqipja. Por kjo është forma e trajtës së shquar të shumësit në gjuhën ilire helene. Pra kjo fjalë thërime vërteton që albanët pontik me kryeqytetin Arbanion janë një lloj me albanët në Shqipëri. Me kryeqytet Arbanon është e njëjta fjalë. Është I njëjti kryeqytet. Por këto dy gjuhë janë zhvilluar në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Pra kanë ndodhur të njëjta ndryshime fonetike në gjuhën e albanëve në detin pontik dhe në gjuhën e albanëve në Shqipëri. E pabesueshme dhe kjo I ka shpëtuar Joklit, Majrit, Pedersenit, sepse ata mendonin se kjo fjalë vjen nga rumanishtja, farima. Deri në këtë moment, në 13 nëntor të vitit 2025, asnjë shkencëtar në botë nuk e ka menduar ngjashmërinë e shqipes me gjuhën e Cakonjas në Peloponez, sidomos me fjalën myza në gjuhën e Cakonjas, dhe fjala thrime, që është thryma, në gjuhën e grekërve pontik.
Askujt si ka shkuar ndërmendje lidhja e shqipes me gjuhën e Cakonjas dhe greqishten pontike. Madje as Kamardës, as Lapianës, arbëreshët më të mëdhenj. Prandaj unë sot kërkoj mbrojtje, e them me seriozitetin më të madh. Nuk më intereson më diploma, se unë sot kam shkarkuar të gjithë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, të Austrisë, të Gjermanisë që nuk din fare shqip, sepse nuk i njohin dialektet arbëreshe dhe arvanitase. Pra, kur i themi kam shkarkuar në lidhje me çështjen e shqipes, nuk din asgjë. Në Universitetin e Ledenit thuhet që shqiptarët vinë nga thethi. Ky është sot universiteti më i përparuar i botës. Një vrasës i shqiptarëve me Kalashnikov në Peshkëpi është bërë eurodeputet dhe thotë që shqiptarët vinë nga Kaukazi. Pa i haron që atje kanë banuar grekërit pontik. E kuptoni apo jo? Çfarë ignoranti është ky eurodeputet? Është vrasës i shqiptarëve. Këta grek të liq shkaktuan ngjarjet e 97-s dhe po krijojnë trazira të tjera në Shqipëri, prandaj kërkojnë mbrojtje nga arbëreshët, vetëm ata mund ta ngjallin Shqipërinë. Shqipëria është në koma ose ka vdekur. Në vitin 1997 ka vdekur shteti shqiptar dhe shqiptarët e ndjejnë veten të pasigurt në Shqipëri, prandaj ikin nga Shqipëria, nuk ikin për arsye ekonomike. Sepse kanë arritur një farë mirëqenie, por nuk kanë siguri për jetën, dhe unë kërkoj mbështetje dhe siguri nga arbëreshët e Sicilisë, urgjentisht. Më mbroni, sepse unë jam me të vërtet i pari shqiptar që ka kuptuar dialektet arbëreshe, gjuhën tuaj, jam i pari. Prandaj duhet të më mbroni, të dashur arbëresh. Shikoni se si është bërë ky ndryshim nga gjuha e greqishtes pontike në gjuhën shqipe dhe do mbeteni pa mend. Sot shqiptarët do mbeten pa mend se fjala thrime e gjuhës së arbëreshëve është në greqishten pontike thruma, pastaj u bë thryma dhe pastaj në shekullin e 4 u bë thrima. Kjo është thrimja, të dashur shqiptar, dhe varianti i romanishtes është i gabuar. Si e bëra unë këtë zbulim? E bëra këtë zbulim sepse në rrjetet sociale arbëreshët shkruajnë që thrime në gjuhën greke është trima, po me një m dhe e pa aspiruar. Atëherë unë mendova, në qoftë se në greqisht është trima, atëherë kjo është kopje e gjuhës pontike thryma dhe kopje e shqipes thrima. Është e njëjta fjalë, ka kuptimin bukë e thërmuar. Tani do t'ja tregoj unë se si e bëra këtë zbulim. Të dashur shqiptar, këtë zbulim e bëra mbasi gjeta fjalën miza në gjuhën e Cakonjas dhe në gjuhën e grekërve pontik, e njëjtë me fjalën shqipe miza, por te grekërit pontik është myga dhe tek gjuha e Cakonjas është myza. Atëherë kuptova që kemi të bëjmë me 3 dialekte të ngjashme me njëra tjetrën. Dhe siç e shikoni në ekran, ka disa variante për thrimet në gjuhën e grekëve pontik. Është varianti thurmul, i thon thrimes, është dhe varianti thrimulia, në numrin shumës, thrimet, dhe është varianti thërmulizo, do të thot thërmoj, një lloj si në shqip. Kopje është e njëjta gjuhë, greqishtja pontike dhe gjuha e arbëreshëve të Italisë që kanë ikur nga Morea e Greqisë dhe nga Atika pranë Athinës, nga 2 vende. A është kjo çmenduri apo jo? Tani do të tregojmë fjalorin e gjuhëve indo-europiane, ta shikoni vetë. Ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane që unë nxora falas në vitin 2004 në internet dhe atje mungon fjala shqipe thrime, sepse askujt si ka shkuar ndërmend një gjë e tillë, asnjë njeriu në botë. Pra, këtu është varianti thruma, varianti i thrimes.
Askush se mendonte që kjo ishte fjalë shqipes, sepse uja është bërë i në gjuhën e arbreshve të Italisë edhe në greqishten pontike. Dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Këtë unë kam futur sot në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe do t'ja tregojmë tani. Ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane që unë botova në vitin 2004 në anglisht të përkthyer, falas, pas një lloji shpërblimi, dhe atje mungon fjala greke trima. Këtë unë e gjeta në rrjetet sociale, që do të thotë thrime. Pra është e paspiruar në greqishten e sotme, dhe është si në shqipen e arbreshëve, thrima. Dhe në greqishten e lashtë kjo ka qenë thryma, me y. Yja është bërë i në greqisht në shekullin e parë të erës sonë dhe në shqip. Pra, unë kam provuar që shqiptarët janë në Atik që nga shekulli i parë i erës sonë dhe gjuha shqipe përfaqëson ndryshimet fonetike të greqishtes së Atikës, të greqishtes pontike dhe gjuhës së Cakonias. Shikoni se kjo është përtej imagjinatës njerëzore, ndërkohë që buzuku është marrë me etimologji, ai mendonte që kjo fjalë vinte nga rumanishtja farima dhe buzuku përdor fjalën fermeshit me kuptimin fërimet ose thërimet. Në rumanisht është sarmu dhe sarmu, pra fs është bërë s në gjuhën arumune, në gjuhën rumune është farima, ndërsa shqipja ka dhe farima dhe fërim dhe thërime, të gjitha variantet i ka shqipja, sepse shqipja është pasardhëse e ilirishtes e folur pikërisht në Atik. Këto i kanë bërë si shtesa më 13 nëntor viti 2025 dhe para kësaj date asnjë shqiptar në botë s'e ka patur idenë që fjala greke trima është në gjuhën arbreshe thrima dhe thruma në gjuhën e grekëve pontik. Ky zbulim është bërë krejt rastësisht nga unë sot. Ky zbulim tregon që arbreshët dhe çamët janë përzën nga tokat e tyre në Greqi, sepse shqipja e lashtë arkaike është folur që në shekullin e parë të erës sonë. Në Atik, nga përzënia e shqiptarëve për në Itali, në Atik edhe sot e kësaj dite ekziston një lloj boshllëku ose vakum gjuhësor i pranuar nga vetë grekët që e kanë mbushur dikur shqiptarët. Gjithë problemi është ky që një evgjite ju ka ndruar emrin shqiptarëve nga Arvanitas në Pellazg. Kaq. Gjuha është e njëjtë me ilirishten e lashtë, me shqipen e folur arkaike të shekullit të parë të erës sonë, me shqipen e shqiptarëve në Sicili dhe në Kalabri dhe shqiptarëve në Shqipëri. Por, gjuhëtarë shqiptar, austriak, anglez, kanë kujtuar se fjala thërime vjen nga rumanishtja farima. Nuk është e vërtet. Vjen nga fjala thruma në ilirisht dhe në gjuhën e albanëve pontik. Dhe ashtu shqiptohet edhe sot e kësaj dite në greqishten pontike. Midis us dhe ys, ky tingull. Në greqisht është bërë i, edhe në shqip është bërë i, si në greqisht. Në greqisht është bërë trima, tek arbreshët kanë mbetur akoma thrima, dhe është në numrin shumës. Ta thrima. Dhe kjo ta thrima, pjesa e tretë e së shquar, i prapavendoset emrit në gjuhën e arbreshëve të Italisë, po ashtu dhe tek shqiptarët e Bullgarisë. Maqedonët gjithashtu. E kanë marrë këtë element nga shqipja. Unë kujtoja se ky element vinte nga gjuha bullgare, se kështu në bullgarisht formohen emrat në shumës. Ka ardhur kjo nga shqipja vjetër arkaike. E njëjta gjë ka ndodhur në serbisht, shumë si prapavendoset emrit. Në maqedonisht, bullgarisht dhe në arumanisht edhe në gjuhën shqipe. Këto ndryshime kanë ndodhur që në shekullin e parë të erës sonë. Ju e keni parë vetë vrasësin e shqiptarëve, eurodeputetin, në televizionin shqiptar që thotë që shqiptarët vinë nga Kaukazi. Së vërtet është emri atje i kolonistëve grek, Albania, që më vonë
marrin kryeqytetin Arbanion. Një lloj si Arbanon në Shqipëri. Flasin të njëjtën gjuhë. Prandaj, siç e shikoni, këta grek janë të poshtër, janë vrasës, janë kriminal që kanë shkaktuar ngjarjet e luftës civile në Shqipëri. Këta janë shumë të liq, kërkojnë mbrojtje nga komuniteti arbëresh urgjentisht. Ju faleminderit për vëmendjen, zbulimi epokal, i pa parashikuar nga asnjë Jokli, Majri, Pederseni, asnjëri se dinte që gjuha shqipe ishte kaq e ngjashme me greqishtën pontike dhe me gjuhën e Cakonjas. Ju faleminderit për vëmendjen dhe pres përgjigje për mbrojtje sa më shpejt, sepse zbulimet janë epokale, janë të gjitha falas. Nuk kam shitur asnjë libër si Sudja e Pradeshit. Të gjithë dokumentat janë falas poshtë filmave. Do t'i gjeni gjithashtu tek Akademia Edu, falas.